Jemi me 18 dhjetorin e vitit 1990, në fakt zhvillimet e vrullshme atëherë, zëri i popullit ka qenë, ka diçka interesante, prandaj e theksova 90-a, jo thjesht siç ne e bënim me dije 92-94 që kemi parë në arkivën tonë si një organ të Partisë Socialiste të Shqipërisë, por zëri i popullit, organ i Komitetit Qendror të PPSH-s. Nëse shohim pak, le të themi, edhe në pjesën e sipërme kemi këto momente, e marr 18 dhjetor 1990, zëri i popullit, organi i Komitetit Qendror të PPSH-s. Ende pra pak ditë që kishte krijuar Partia Demokratike dhe ato zhvillimet edhe lëvizja studentore, thjesht pak ditë kishte që kishte ndodhur. Atëherë, stabilitet, që do të thotë qëndrueshmëri, punë, dialog, kjo kërkohet sot nga secili. Të bashkuar do të ecim në rrugën e demokratizimit të vendit, nga letrat e telegramet drejtuar shokut Ramiz Alia. U mblodh Komisioni i Posaçëm për shqyrtimin e plotësimeve në kushtetut. Moment i ri praktika të reja nëpër komitetet e partisë të rajoneve të kryeqytetit. Ky është një tjetër material. Vijoj me përgjegjësi e ditës si e realizove detyrën në Berat, në Kolonjë, në unitet si gjithnjë, pra në bashkim si gjithnjë. Dhe një tjetër zhvillim që po e shohim në këto momente, shoku Adil Çarçani takohet me përfaqësues të grupit organizues të Partisë Demokratike. Kemi dhe materiale tjera dhe do t'i shohim patjetër. Delegacioni i Parlamentit Evropian vizitoi vendin ton, një delegacion i Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit Kuq vizitoi vendin ton, bisedime shqiptar-angleze në Gjenevë dhe e fundit nga Apostol Nasi, akte që bëjnë thirrje për vigjilencë pas dy njoftimeve dhënë shtypit dhe RTS-s. Kjo ishte faqja e parë e gazetës Zëri i Popullit, organi i Komitetit Qendror të PPSH-s, eksaktësisht si sot 35 vite më parë.